Bashkia e Matit ka nisur dëgjesat publike në kuadër të hartimit të projekt buxhetit dhe paketës fiskale për vitin 2026. Ndalesa e parë e drejtuesve dhe specialistëve të financës e taksave vendore ishte në njësinë administrative Macokull. Të pranishëm në këtë dëgjes publike ishin edhe deputeti Agron Malaj dhe kryetari i zgjedhur i Bashkisë Mat Altin Bojni. Kryetari në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli shpalosi prioritetet e bashkisë për vitin e ardhshëm në këtë njësi administrative, teksa vuri theksin në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, me vijimin e projektit për asfaltimin e rrugës kryesore, furnizimin me ujë të pijshëm, shërbimet në arsim e shëndetësie të tjerë. Po ashtu, Zeneli tha se në paketën fiskale nuk do të ketë ndryshime, por do të jetë ajo e vitit të kaluar. Ndryshe është infrastruktura në fshat, ndryshe është edhe në qytet. Në fshat sigurisht pasojë vëlet rrugët, kanalet vaditës, rujtja, mirëmbajtja dhe shtrirja e rrjetit më tutje të asaj që ne e kemi në objektiv të pahershëm i asfaltimit të rrugëve, siç është faza e rrugës Macokulli. Ne do të punim fort që edhe kësaj sfide të ndalim, dhe të jemi sigurt që ne do ta gjejmë zgjidhjen. Lidhur me procesin e ujësillësit, do të kërkojmë të shkojmë te stabilizimit përfundimtar, pasi edhe firma është në fundit të punëve, dhe mbetet të ardhmen që ne të marrim shërbimet bashkiake korrekte në shkolla dhe në stafin e qendrave shëndetësore të zonës. Ju sigurojmë që në vazhdim të punëve, sigurisht një vend me shumë rëndësi, do të zgjidhet problemi i shtresave nevojë dhe shtresave sociale, për të cilat bashkia gjatë gjithë kohës ka marrë kontakt, duke ofruar shërbime edhe për paketa ushqimore, por duke ofruar me një projekt i cili është edhe i shtrirë vitin e ardhshëm për të trajtuar familjen në hall që janë për nevojë të çatia. Dikush ka përfituar dhe do të përfitojë të tjerë në projektet e ardhshme. Më duhet të theksoj ajo që është shumë e prekshme, paketa fiskale se asnjë ndryshim. Ne do të vazhdojmë sepse në aq sa kemi bërë studimet tona, konstatojmë se situata ka qenë krejt e pranueshme dhe shpesh rëndësishme. Më pas dëgjesa publike u zhvendos në njësinë administrative Derian, edhe për këtë njësi, kryetari në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli shpalosi prioritetet e bashkisë për vitin e ardhshëm. Në mënyrë absolute ne prirja parsorë do të jetë normalizimi i rrugëve rurale të vjedhshme, shtrirja në çdo fshat të asfaltimit. Sigurisht do përbën fazën e dytë e përfundimtare me të cilën rreth hyn në radhën e rrethave të përparuar në fushën e arritjes së këtij objektivi. Së dyti do të ndërhijmë pastaj edhe në lajtë të cilat kanë numër të madh popullsie, siç është për shembull në Derian ka plot, në Macokull po shumë, në mënyrë që të përgjigjemi kërkesave të kohës, por zhvillimin dhe mbarvajtjen e turizmit në zonat tona, të cilat janë në fillesat e tyre. Së dyti do të kemi problem të merremi me vaditjen, të cilën e kemi plagë të hershme, por do të përpiqemi të arrivojmë në funksionim kanalet vaditës, në mënyrë që edhe kjo problematike mbartur në vite të morë zgjidhje në drejtim. Është edhe çështje të cilat ne kemi trashëguar në kohë me rafu i paketës fiskale. Ju bëjmë dije që ai paketë nuk ka asnjë ndryshim nga viti i shkuar, nuk do të ketë absolutisht lidhje taksash, përkundazi, ne do të rrisim cilësinë e shërbimit. Më pas banorët e pranishëm në këtë dëgjes paraqitën kërkesat e tyre dhe kërkuan që zgjidhjet e problemeve të reflektohen edhe në buxhetin e vitit 2026.